Një aferë korruptive për çdo ditë proteste në Tiranë, numër 5. Afera koncesionit check-up. Në vitin 2014, qytetarëve ju premtua një shërbim revolucionar shëndetësor, por si shumë histori të tjera në Shqipëri, pyetja nuk ishte vetëm çfarë u premtua, por kush përfitoi. Qeveria shqiptare miratoi koncesionin e check-up me vlerë 120 milion euro për kontrollin bazë shëndetësor të qytetarëve 40 deri në 65 vjeç. Dyshimi janë hedhur për mënyrën se si u fitua tenderi. Ai është dhënë një kompanie që nuk e lidhje me shëndetësinë. Kjo kompani mësohet se edhe licencën për laboratorët e ka marrë vetëm 2 ditë para hapjes së tenderit. Hije dyshimi janë ngritur mbi këtë tender, edhe për faktin se i u dha kompanisë të Vin Manushit. Në dokumentin e Agjencisë së Prokurimit Publik, ajo është bashkë me Trimet SHPK. 50% e aksioneve të saj i ka sërish Vin Manushi. Ligji e ndalon konkurimin e një tender të 2 kompanive me pronësi të njëjtë. Afera nuk përfundon këtu. Të dhënat e qytetarëve që do të kryejnë check-upin do të hidhen në një regjistër elektronik, por ende nuk dihet se cila kompani do të ngre sistemin. Përfliten 2 kompani, Penta Solution dhe Intec. E para u përfshi në tender si pjesë e një operatori pjesëmarrës dhe u skualifikua. Në tjetrën, aksioner ka qenë vetë ministri i shëndetësisë. Kontrolli u parashikua të kishte pjesëmarrje shumë të lartë, duke garantuar një fitim të sigurt për kompaninë private, pasi numri real i përfituesve nuk justifikonte shpenzimin. Shteti paguante një numër të paracaktuar kontrollit çdo vit, edhe kur nuk realizoheshin të gjitha. Check-up pa diskutim ishte i dobishëm, por shteti po blinte një shërbim me çmim të padrejtë dhe në mungesë të plot transparencë. Check-up u kthye në simbolin e debatit: a janë koncesionet një mënyrë moderne për të sjellë shërbime apo mënyrë për të transferuar para publike tek privatët? Qëndroni në pritje për aferën numër 6.